21 marsi shënon ditën ndërkombëtare të poezisë, e shpallur si e tillë prej Organizatës së Kombeve të Bashkuara për arsimin, shkencën dhe kulturën. E praktikuar gjatë historisë, në çdo kulturë dhe në çdo kontinent, poezia flet për njerëzimin dhe vlerat tona të përbashkëta, duke e shndërruar edhe poezinë më të thjeshtë një katalizator të fuqishëm për dialogun dhe paqen. UNESCO e shpalli ditën ndërkombëtare të poezisë në vitin 1999 me rastin e konferencës së saj të përgjithshme të 30, të mbajtur në Paris për t'i dhënë njohje dhe shtysë të re lëvizjeve kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare të poezisë. Organizata shpresonte të frymëzonte kremtimin e poezisë në të gjithë botën, të ruante gjuhët e rrezikuara dhe të stimulonte shprehjen poetike gjatë kësaj dite. Poezia përdor ritme dhe imazhe për të gjallur emocione dhe imagjinat tek lexuesit. Poezia mund të rimojë, por ka edhe poezi të shkruara në atë që quhet varg i lirë, e që nuk përdor rim. Poezia është një formë e bukur shprehje. Asnjë lloj tjetër letërsie nuk krijon një bollok të tillë ndjenjash dhe emocionesh sa abstraksioni i poezisë. Poezia më e hershme besohet të jetë shfaqur në eposin e Gilgameshit, diku nga vitet 2000 para Krishtit, por ka të ngjarë që poezia ka ekzistuar edhe para përhapjes së shkrim leximit.